Nisja e sezonit turistik në Vlorë pritet të sillte një atmosferë karakteristike të verës me fluks vizitorësh, lëvizje turistësh dhe aktivitete përgjatë vijës bregdetare. Por fundjava e kësaj të shtune 30 majit ka nxjerrë në pa një problem serioz që vijon të shqetësojë qytetarët dhe pushuesit, qarkullimin e pakontrolluar të mjeteve të tonazhit të rënd në rrugët kryesore të qytetit dhe veçanërisht në zonën lungomare. Pavarësisht se bëhet fjalë për një nga hapësirat më të frekuentuara të Vlorës, ku gjatë fundjavave qarkullojnë mijëra qytetar, familje dhe fëmijë e turistë vendase të huaj, kamion të firmave të ndryshme të ndërtimit janë parë duke lëvizur lirshëm gjatë orëve të ditës pas një kufizim të dukshëm. Situata është shqetësuese edhe në kufijtë e një skandali e papranueshme për një qytet që synon të prezantohet si një nga destinacionet kryesore turistike në vend. Prania e mjeteve të rënda në rrugët urbane të qytetit gjatë sezonit turistik sjell pasoja të shumta. Së pari ato krijojnë bllokime dhe ngadalësim të qarkullimit, duke krijuar trafik në një periudhë kur fluksi automjeteve është tashmë i lartë. Lungomarrja dhe akset që lidhen me të janë ndër zonat më të ngarkuara të qytetit, ndaj kalimi i kamionëve me materiale ndërtimi e vështirëson më tej lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve. Një tjetër problem madhor mbetet siguria rrugore. Mjetet e tonazhit të rënd përbën një rrezik potencial për aksidente, veçanërisht në zonat ku ka lëvizje të shumta këmbësorësh, biçikletash dhe mjete të vogla. Në shumë raste, kamionët kalojnë pranë trotuareve dhe zonave të frekuentuara, pa marrë masat e nevojshme të sigurisë, duke krijuar ndjesi pasigurie te qytetarët dhe turistët. Përveç rrezikut për aksidente, këto mjete ndikojnë negativisht edhe në infrastrukturën rrugore. Pesha e tyre e konsiderueshme përshpejton amortizimin e rrugëve, dëmton asfaltin dhe krijon kosto shtesë për mirëmbajtjen e infrastrukturës publike, në rastin konkret në lungomare. Në një qytet ku vitet e fundit janë investuar fonde të konsiderueshme për rikualifikimin urban dhe përmirësimin e zonave turistike, lejimi i qarkullimit pa kufizime të mjeteve të rënda ngre pikpyetje mbi zbatimin e rregullave dhe kontrollin institucional. Pa i shqetësues është edhe ndikimi që kjo situatë ka në imazhin e qytetit. Turistët që zgjedhin lungomaren për shëtitje dhe pushim përballen me zhurmë, pluhur dhe praninë e vazhdueshme të kamionëve, një panoramë që bie ndesh me standardet që duhet të ofrojë destinacioni turistik. Ndërsa institucionet promovojnë bukuritë natyrore dhe potencialin turistik të qytetit, realiteti në teren jep një imazh tjetër kur shikon këto pamje. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga Bashkia e Vlorës, Policia Bashkiake dhe institucionet përgjegjëse për të vendosur kufizime të qarta për qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rënd gjatë sezonit turistik. Sipas tyre, këto mjete duhet të lejohen të qarkullojnë vetëm në orare të përcaktuara, kryesisht gjatë natës ose në periudha me trafik të reduktuar, ashtu si kundër veprohet në shumë qytete. Me sezonin veror që sapo ka nisur dhe me pritshmëritë për një numër rekord vizitorësh, autoritetet vendore përballen edhe me sfidën për të garantuar sigurinë, rendin dhe cilësinë e jetesës së qytetarëve. Por në të kundërt, qarkullimi pa kontrolluar i kamionëve të tonazhit të rënd rrezikon të kthehet në një problem të përditshëm, duke dëmtuar jo vetëm trafikun dhe sigurinë rrugore, por edhe vetë imazhin e qytetit si një destinacion turistik i denjë për standardet që synon të arrijë.